Mirë, kemi mbritur në studio dashumiq, vijojmë të mbetemi në pjesën e dytë të emisionit Mirëmëngjes Shqipëri, ku ashtu si kundër anoncuam dhe pak më parë, do të flasim tashmë tek një aplikacion i krijuar nga dy nxënës. Bëhet fjalë pikërisht për aplikacionin Medit, i cili është shumë edukativ, është për fëmijë, krijuar në kuadër të modulit të kompanisë së nxënësve. Misioni është për të ofruar një hapësirë të sigurt dhe mbështetëse për fëmijët në botën virtuale. Për gjitha detajet dhe pikpyetjet që ne kemi, do të përpiqemi ti zbulojmë tashmë, duke i thënë mirëmëngjes së bashku zonjës Orilda Kalami, mësuese sociologe. Mirëmëngjes, mirë se erdhët. Mirëmëngjes, mirë se u gjetëm. Gjithashtu kemi kënaqësinë të kemi dhe dy nxënësit në studio, Anja Aziza, gjimnaziste, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe Sindi Sule, gjimnaziste, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Si lindi ideja e realizimit të këtij aplikacioni? E kanë bërë vajzat apo jo? Po, e kanë bërë gjithë klasa, sepse ne bëjmë një modul në gjimnaz, i implementuar prej 13 vitesh nga Junior Achievement of Albania, është futur në kurrikulën mësimore, një modul për të mësuar nxënësit si të menaxhojnë një biznes, si të dalin përtej mureve të shkollës, si të mësojnë aftësi sipërmarrëse, si të fitojnë dhe vetbesim, si të dalin në treg, etj, shumë aftësi që mësohen nga ky model dhe çdo vit bëjmë, madje kemi qenë në studion tuaj para 2 vjetësh, kemi pasur një aktivitet tjetër dhe gjithmonë ju falenderojmë për bashkëpunimin dhe nxitjen ndaj të rinjve. Dhe këtë vit klasa ka vendosur që të krijojë një aplikacion për të ndihmuar fëmijët të dalin përtej mureve të YouTube-it, për të siguruar të fëmijët në gjërat që do mësojnë, do argëtohen, do edukohen, dhe kështu mund ta serojnë më mirë gocat sepse është një Super, edhe i pyesim pak vajzat me qenë se i kemi, ku konsiston ky aplikacion, për çfarë shërben, le të themi, kësaj grup moshe që ju keni etiketuar 5 deri në 12 vjeç? 5 deri në 12 vjeç. Atëherë ne kemi hasur, ose të gjithë jemi të vetëdijshëm për jo pjesën e shëndetshme ose pasigurinë që kanë rrjetet sociale, siç është TikToku, YouTube dhe të tjera, dhe është një çështje shumë e gjerë për fëmijët ku mund të hasen edhe me video apo ndodhi të ndryshme që nuk kanë përmbajtje të përshtatshme. Po, dhe nuk janë të mira për zhvillimin dhe mirëritjen e tyre. Dhe ne kemi krijuar këtë aplikacion pikërisht për t'i larguar nga ky mjedis jo i sigurt për ta, për të krijuar një mjedis ku ata janë të lirë për të mësuar, për të parë eksperimente shkencore, punëdore, kemi pralla që dhe vetë kemi krijuar dhe të tjera që janë origjinale në botën, dhe e gjithë kjo është në kuadër të mirëritjes, zhvillimit dhe emancipimit të brezave të rinj. Ndërkohë, Anja, kush e ka udhëhequr dhe kush e ka mbështetur realizimin e këtij projekti? Aplikacionit. Tani, idetë dhe realizimi videove, sepse aplikacioni përbëhet nga video, është bërë nga vetë nxënësit. Ndërkohë, kodimi dhe programimi i aplikacionit sigurisht është bërë në bashkëpunim me një skuadër koduesish, pasi nuk i kemi mundësitë për ta bërë vetë. Ndërkohë, nga ana tjetër, sepse foli dhe Sinti për hapësirën e sigurt virtuale, kemi vënë re që brezi kohët e fundit ka filluar të lidhet shumë me anglishten dhe të ketë mangësinë të folurin e shqipe së pastër dhe futin në përdorje e shumë fjalëve të huaja në gjuhën e përditshme, bisedimit e përditshme. Dhe Mediti, përveç se është konceptuar si një hapësirë ku fëmijët mësojnë duke argëtuar, është konceptuar dhe si një hapësirë e mbrojtur në thonjse nga gjithë të fjalët e huaja. Pra që tërsi shqip, nuk mund të gjesh një fjalë të huaj në Medit. E qartë, dhe kush e ka pakzuar me emrin Medit, më pëlqen shumë komplimenta, shumë shqip, shumë ftuar. Ka ardhur shumë natyrshëm. Kishim 2 muaj që mendonin për emrin, siç janë këto që gjen një emër edhe a na ngjit ky as na. Do të ketë ai impakti i parë në jetë goditës. Edhe në një bisedë që ishim duke bërë për diçka tjetër bashkë për biznesin, thjesht po, unë e thash. Po, unë them që duhet të bëjmë një gjë që duhet të zhvillohet me ditë. Edhe Anja, si rastisëm dhe ne të dyja fiks, Anja thotë t'ja vëm emrin me ditë, edhe ne ishim kështu jo, se kish kuptim do me thënë dhe pastaj erdhi. Po, shumë i gëdyrë. Si emri i podcastit tonë dhe ardhme. Kapçat S'ke nga e kapë. S'ke nga e kapë. Shumë krijuese, shumë e bukur, po nga ana tjetër dua të di pak Zusha, momentin që i është dhënë ky lloj projekti, kjo ide nxënësve që ta punojnë, si ka qenë qasja e tyre? Ka patur debate, raje mendimesh që po duhet ta konceptojmë kështu, po kjo është më safe, është më sigurt, se duhet të kuptoj pak botën e tyre, po qasjen e tyre. Duke qenë se ne bëjmë çdo vit këtë lëndën e krijimit të një projekti biznesi, gocat që kur kanë qenë vjetë në vit të parë, e dinin çfarë po bënte klasa një vit më përpara, një vit më të rritur se këta. Dhe ata po bënin kompani teatrore, kemi dhënë shfaqje, kemi bërë kurse për fëmijët e vegjël, morëm çmim se ne jemi në proces konkursi tani me gjithë shkollat e Shqipërisë që krijojnë
se cila një biznes të veti në një fushë të caktuar. Në vjetë kishim artin, si vjetë jemi në teknologji. Dhe duke qenë se ishin që vjetë të familiarizuara me këtë, thonin po ne çdo bëjmë, filloi viti shkollor, filloi hedhja e ideve, kishin ide të ndryshme dhe është era e parë që ne eksperimentojmë në teknologji. Dhe është pritur shumë bukur sepse gjithë momenti i brainstorming është shumë i veçantë, se janë 20 veta në klasë që hedhin ide dhe këto ide ndërtojnë një ide të madhe së bashku, plotësojnë njëra tjetrën, kështu që ka pasur një konsensus në vendosjen e biznesit që do krijohet si vjetë. Dhe në fakt duke parë kaq gjëra kreative, siç është rasti i aplikacionit, duket që e bëjnë me dëshirë të madhe apo jo kur vjen. Sepse Flori është një lëndë që nuk ka një libër me disa udhëzime, po nuk ka një mësim për të mësuar, një përkufizim për të thënë, nuk ka provim, nuk ka notë. Është kjo gjë më e bukur. Dhe prandaj është lënë në këtë mënyrë që ata e zgjedhin vetë, e bëjnë me qejf dhe nuk kanë atë presionin e kornizave tradicionale të mësimit. Mos duhet i korrigjojmë pak gjërat, ato gabimet që kemi bërë dhe vazhdojmë të bëjmë që duhet i lëmë nxënësit të lirë të shprehin. Dhe suksesi i këtij moduli është që këta mësojnë nga eksperienca. Mësojnë shumë njohuri, sepse e bëjmë bashkë me një mentore që është pedagoge e marketingut, Edlirën Lëndën, dhe mësojnë shumë njohuri nga e folura në publik, nga marketingu, nga reklama, nga kjo dalja sot, nga promovimi, dhe gjitha këto janë leksione nga praktika. Gjithsesi, Sindi, pavarësisht se mori energjin tuaj, mori përkushtimin, adrenalinën tuaj, nga ana tjetër, sigurisht që Grup Mosha, cilën ju ja keni adresuar këtë aplikacion, do të bëj vlerësimin. Ka patur ndonjë reagim deri më tani? Tregoj eksperimentin në kopsh. Po, ne kemi zhvilluar një aktivitet në kopshin pranë shkollës, kopshi Blecat, edhe ishte një aktivitet që e ndërthurëm dhe me aplikacionin dhe me dalje në Tiranë, se kjo është ajo çka ne duam të bëjmë, që vërtet ata shohin video në telefon ose në tablet, por ne duam që qëllimi i këtyre videove është të dalin në terren dhe ti praktikojnë në jetën reale. Ne në aktivitetin e zhvilluar lexuam prallën që vetë kemi krijuar dhe kemi botuar librin, ndodhet e lepurueshës Lili, quhet libri. Gjithashtu kemi treguar dhe video të ndryshme që ndodhen në aplikacion dhe ata i kanë krijuar vetë, janë punime artizanale, pundore dhe qasja edhe feedbacku që morëm nga fëmijët ishte shumë pozitiv dhe na thanë edhe na komunikuan edhe zyshat edhe drejtoresha e kopshit që dëshirojnë me zy presin që ju të vini prapë dhe ta zhvilloni aktivitetin. E qartë, megjithatë vajzat duhet ndiheni të privilegjuara për sistemin arsimor që bëni pjesë për momentin dhe për këtë kohë që jetoni, pasi dikur dhe sigurisht kështu thonë dhe ata që e kanë zhvilluar klasën në shkollën para nesh se unë e Matilda të paktën, ne dikur dhe i vetmi aktivitet që bënim ishte ndonjë mbrëmje fund viti, ja maksimumi ndonjë punë dore, ndonjë tabel me mesazhe sensibilizuese, ju jetoni në kohën që mund të krijoni aplikacione dhe të duhet dini shumë të privilegjuara. Kam përshtypjen. E vërtetë. Unë kam dilemat e mia, Flori, sepse ne ishim më afër natyrës, më afër fantazisë krijimit. Okej, sot ky brez ka hapësirë dhe mundësi nga teknologjia, por mbyllen në atë botën virtuale të saj. Po, flasim për nivelin inteligjencë në shkallë sipërore, në dikur nuk e konceptonim dot. Po, me zhvillimin. Megjithatë ka një armë shumë të fortë, të cilën duhet ta përdorin korrekt, patjetër. Po, dhe prandaj qëllimi i aplikacionit është vërtet që ndihmojmë me disa video edukuese, po dalim edhe për te telefonit, dalim dhe në jetën e përditshme. Pikërisht një nga kategoritë që kemi është kategoria agro, i themi ne në thonjza, po kopshtarisë, ku mësojnë si të mbjedhin një lule, si të kujdesen për lulen. Pikërisht për të arritur me këtë pjesën e natyrës. Dhe na intereson në fakt edhe impakti që ka pasur tek prindrit, sepse paralel me aplikacionin dhe me, le të themi, se sa i dobishëm është ai për grup mosha të caktuara, duam dim edhe impaktin që ka pasur tek prindrit, sepse mund të ketë prindër që ndihen krenar, mund të ketë nga ata që nuk u duket interesante, si ka qenë kjo marrëdhënie? Gjithmonë dyshimi dhe frika ka qenë do duan prindrit të lënë fëmijët në aplikacion, dhe kjo është tik me dy presa. Ne vërtet po i edukojmë dhe po japim gjëra të shëndetshme për zhvillimin e tyre, po prap në telefon janë, atëherë për mos i lënë në telefon, është bërë një studim më përpara, kanë bërë gocat pyetësor, dhe rezultatet kanë qenë të prirur. Po, për dëshirën e largimit nga rrjetet e dëmshme, siç thamë edhe më parë, në një mjedis të sigurt për ta. Mirë, okej, gjithsesi ka një lloj ndryshimi të botës së fëmijëve
nga përdorimi tepërti teknologjisë. Patjetër, kjo përdorimi tepërti teknologjisë ka sjell humbje të durimit, të përqendrimit, të interesit. Prandaj dhe gocat dalin, ajo që thamë, edhe në gjëra konkrete, për të zhvilluar punën, durimin, eksperiencën, nxjerrjen e gjërave vetë, krijimin vetë, dhe më vonë të ta bëjnë aplikacionin që ka 1 minutazh se sa mund të rish ti aty. Unë po përpiqem ta shkarkoj, po nuk e di. Shpjegoja pak, Anja. Ku mund ta gjej unë aplikacionin? Aplikacioni është bërë aplikimi për në Apple Store dhe Google Play për njërin nga dalë, kurse për tjetrin është akoma në proces dalje. Prandaj nuk jo. E kuptova. Mirë, po pres atëherë. Ende herët. Gjithsesi, edhe e fundit për ta mbyllur, Anja, meqense ide dhe përgjigje pyetjes së Florit, si do të jetë mirëmbajtja pastaj mbrapa? Në momentin që ti merr licencimin, merr okejn nga të dyja, po themi, kompanitë që ta japin mundësinë e shkarkimit. Kush e mirëmban, kush e menaxhon? Do jetë në bashkëpunim edhe me kompaninë që ka bërë programimin, po më shumë do jetë nga vetë ne, do kemi akses nëpërmjet një platforme, sepse aplikacioni ka një sasi të caktuar videosh për momentin. Por sigurisht që nuk do mbarojë me kaq, se gjatë gjithë kohës do vazhdojnë të kopunuar të reja dhe do hidhen të reja për të pasuruar dhe për të shtuar. Kjo do bëhet nga ana jonë më shumë. Jo më shumë, po tërësisht nga ana jonë, domethënë do kemi mundësi që ne çfarë bëjmë ta kalojmë direkt aty. Nga ana tjetër, për çdo problem teknik që mund të dalë, më vonë do kemi dhe ndihmë dhe bashkëpunimin e programuesve që kanë bërë versionin deri tani. Super. Ne ju urojmë shumë suksese me idetë geniale që keni dhe patjetër që i ofrojnë komunitetit për t'i ndihmuar, kështu sidomos fëmijëve që ne i kemi me shumë merak. Faleminderit juve për të marrë suksese. Dhe kjo biseda ka që këndshme me këto risit teknologjike që aplikojnë edhe studentët edhe nxënësit e të rinjt në vendin tonë. Flori, natyrshëm çoi në një dilemë. Zgjom një tjetër ëndër. E ka kënduar Samantha Karavello, por në tjetër më futi në mendime që vërtet ëndrat nuk duhet i lëmë për gjysëm. Jo, sidomos kur kanë të bëjnë me teknologjinë. Po. Mua më duhet i makinë elektrike. Okej.